Gjykata kushtetuese ka dalë me një vendim të rëndësishëm që kufizon praktikat e ndjekura deri më tani nga prokuroria e posaçme për sekuestrimin e telefonave celularëve në kuadër të hetimeve penale. Sipas kushtetutës, sekuestrimi i telefonave të personave në hetim apo edhe i personave të lidhur me ta pa një vendim gjykate përbën cënim të drejtpërdrejtë të lirisë së fshehtësisë së bisedave, fotove, videove dhe komunikimeve elektronike. Vendimi është marrë pas një ankimi të depozituar në shkurt të vitit 2024 në lidhje pikërisht me mënyrën se si SPAK ka vepruar në rastet e sekuestrimit të aparateve celular. Gjykata kushtetuese vlerëson se përveç shkeljeve të fshehtësisë së korrespondencës në këto raste, cënohet dhe drejta për mbrojtjen e të dhënave personale, veçanërisht për ato pjesë të informacionit që nuk kanë lidhje me objektin e hetimit penal. Në vendimin e saj, kushtetuesja urdhëron asgjësimin e të gjithë të dhënave të nxjerra nga telefonat e sekuestruar, të cilat nuk lidhen drejtpërdrejt me çështje penale që po hetohen. Po ashtu, mbajtja nën sekuestro e kopjeve të komunikimeve lejohet vetëm pasi këto të dhëna të jenë konfirmuar më parë nga gjykata si të vlefshme dhe të domosdoshme për hetimin. Gjykata kushtetuese thekson se ky vendim shërben si një udhëzues i qartë për SPAK, duke saktuar se sekuestrimi i telefonave nuk mund të kryhet pa një vendim gjykate pavarësisht natyrës së hetimit apo personave të përfshirë. Sipas të dhënave zyrtare, SPAK ka kryer qyrjen dhe kontrollin e mbi 1000 aparateve celular të sekuestruar në hetime të ndryshme, kryesisht për vepra penale që lidhen me korrupsion dhe krimin organizuar. Prokuroria e posaçme ka përfshirë në këtë procedurë jo vetëm persona në hetim, por edhe qytetarë që kanë pasur dienie apo komunikime me ta, me argumentin se nga këto biseda mund të përfitojnë informacione me interes për hetimet e mëtejshme.